Zhvillime interesante dhe dinamike në 24 orët e fundit në skenën politike shqiptare, konkretisht brenda koalicionit të Vlen, akuza për tradhti e bashkëpunimi me parti të korruptuara. Për këto zhvillime në minutat në vazhdim do të flasim me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës për Shqiptarët, Blerand Ramadani. Zotri Ramadani, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zotri Ramadani, të nisim nga atë që Kryesia Qendrore e Aleancës për Shqiptarët mbrëm në një përbërje pak më të zgjeruar në cilën morin pjesë edhe kryetarët e degëve të partisë, vendosët që në zgjedhjet lokale të shkonin me lista të veçanta. Prej sot nuk jeni Vlen. Krerët e Vlenit thanë se u vetëpërjashtuat. Përse? Do të ndërlidhem me ngjarjen e mbrëmshme, realisht me mbledhjen e kryesisë. Unë thash edhe në pres mbrëm, aq sa ishte jashtëzakonshme, po edhe zakonshme, pasi që ne si subjekt në bazë mujore organizojmë mbledhjet të kryesisë. E veçanta ishte se aty i ftuam edhe kryetarët e degëve për të njoftuar me zhvillimet e fundit dhe për të marrë përse afërmi mendimin e tyre, se ato janë në kontakt të përditshëm me aktivistë dhe simpatizantë, sa i përket situatës fundit. Mirëpo ajo që u konstatua si vendime nga ajo mbledhje, një ndër to dhe pikat kryesore për cilën partnerët tanë u bollbuj është shkuarja me lista të veçanta. Kjo nuk është vendim i ri, kjo është vendim i marrë që nga tetori i vitit kaluar dhe partnerët e koalicionit e kanë ditur. Thonë kjo është qëndrim i kahmoqshëm joni si Aleancë për Shqiptarët, pasi që në këtë formë besojmë se e rritim konkurencën brenda për brenda koalicionit. Edhe disa vendime tjera ku ne deshëm të vëmë në pah, të mundsojmë votuesit që të ketë mundësinë ai të zgjedhë kandidatin më të mirë. Atë ne e parashikuam tjetë nëpërmjet sondazhe, pasi që çdo subjekt politik brenda koalicionit kishte preferencat e veta për kandidatët, në ato rajone, dek apo komuna, të cilet ne si koalicion kishim më shumë emra, ne propozuam të shkojmë me sondazhe të pavarura, 1 ose 2, me qëllim që kandidati më i pëlqyer brenda koalicionit të marrë stafetën dhe të garojnë në zgjedhjet lokale. Kjo ishte e gjitha. A u vetëpërjashtuat nga Vleni? Shipe, është interesant, unë nuk e përcolla gjithën presin e partnerëve të koalicionit, mirë po... Fiquni partnerët të koalicionit? Po, tash, pasi e thuni vetëpërjashtim, unë nuk di që jemi vetëpërjashtuar. Është ajo që tha sot zotri Mexhiti, tha Aleanca është vetëpërjashtuar. Tash, unë po mendoj në moment kur kryetari ynë, profesor Dr. Arben Taravari, nuk ishte ftesë që t'jetë prezent, nuk e di si mund vetë përjashtohesh në një event që nuk je prezent. Tani, unë nuk do të kisha quajtur vetë përjashtim, por thjesht si Blerand, po edhe kam kontaktuar edhe me anëtarë tjerë të kryesisë, jemi të zhgënjur dhe të mërzitur, realisht, po nga një anë edhe të befasuar me qëndrimin e partive tjera të koalicionit Vlen, pasi që sinqerisht nuk e pritnim këtë. Ne kërkonim vlerë shtesë të demokracisë brenda koalicionit, sondazhe, kërkonim lista të hapura, pasi që keni parasysh, zgjedhjet lokale dhe parlamentare dallojnë. Kur u desh të dëshmojmë ne si Aleancë, se do të shkojmë bashkë, atëra aso kohë ishte një e kaluar shumë e afërt, para një viti, ne i lam edhe pozitat në qeveri, ne i lam edhe ofertën me BDI-n, që ishte ofertë që radh kush mund ta refuzon, me qëllim që të bashkohemi dhe të formojmë koalicionin Vlen për ta sjellë ndryshimin e shumë pritur të shqiptarët. Dhe kjo është vepër në të cilën votuesit, po edhe aktivistët e koalicionit Vlen duhet ta kemë parasysh dhe ta mendojmë a duam ne të vetëpërjashtohemi nga ky koalicion. Si e shihni ju Aleancën? Të përjashtuar apo jeni pjesë e Vlenit? Si llogariteni ju? Unë thash, në asnjë moment të paktën ne nuk e kemi menduar të vetëpërjashtohemi nga koalicioni Vlen. Më zhgënjeu, më mërziti qëndrimi i partnerëve të koalicionit. Ata realisht u distancuan për Aleancës për Shqiptarët, se ne e kemi pasur edhe si shqetësim si subjekt politik, mos kanë një koordinim jashta koordinimit brenda me Aleancën për Shqiptarët, gjë që një farforme sot edhe u vërtetua. Zotri Ramadani tha se para një viti keni refuzuar një ofertë të mirë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Për dallim për ata që vendosët të shkoni me Vlenin. Sot Aleanca për Shqiptarët, Arben Taravari, ka një ofertë nga BDI, bëri kjo ofertë e BDI-s që të merrni një vendim të tillë, pasi publikisht Vlen, partnerët e Vlenit ju ofruan 35 deri 40% të komunave dhe këtë çështje e ngritën sot
konkretisht zotri Mexhiti në konferencë për media, duke thënë se janë në bashkëpunim me BDI-n. Është interesant nëse të rreq një paralele për ndodhiva atëherë dhe tash, është e njëjta betejë jona për parime. Edhe atëherë ishte për parime, për ta sjellë ndryshimin të shqiptarët, tash është për parim për të sjellë një politikë ndryshe dhe për të mundësuar qytetarit që ai të jetë i aftë ta zgjedh kandidatin më të mirë të mundshëm. Ne duhet të arrisim demokracinë brenda partijake, brenda subjekteve. Në këtë rast, për fat keq, deshëm të arritim, por nuk arritëm, demokracinë brenda koalicionuese, duke ju ofruar aktivistit të Vlenit që të ketë hapësirën të zgjedh për kandidatin më të mirë dhe për listat të hapura. Keni parasysh, këto janë zgjedhje lokale. Në moment që të katërt partit do të garonin me lista të hapura, ata do të kenin mundësi të garonin. Kur ka garë, kur ka konkurrencë, ne do të shkonin me emrat më të mirë të mundshëm për listë këshilltare. Megjithatë, konstatimi i tyre është se çdo vendim për dalë vetë shkon në favor të BDI-s. Vendimi ishte për listat vetë. Mirë po për kandidat për kryetar, nuk është realisht, nuk mban se ne donim të arrisim konkurrencën brenda partive. Në moment që ne shkonim vetë, ne do të jepshin maksimumin për lista të veçanta dhe do nxirrnim kandidatët më të mirë. Pyetja ishte pse nuk mjaftoi 40% që ofroi Vleni për aleancën. Edhe kjo është një çështje për cilën djedham sqarim, nuk është punë përqindje, nuk është punë ndarje, është punë parimi. Ne dëshëm të instalojmë parim dhe e kemi përmend përgjatë 7-8 mbledhjeve të kaluar në 3 javorin e kaluar, që ne duam në komunat të cilet pretendojmë se kemi kandidat kualitet, edhe kanë kandidat potencial të cilat mund t'ju dalin balë kërkesave qytetarëve, t'ju mundsojmë qytetarit, votuesit tonë që ta zgjedhë dhe ai të pri garës se nesër ai do të jetë udhëheqësi i komunës dhe duhet t'i plotësoj kërkesat e qytetarëve. Zoti Ramadani, apo bëhet aleanca për shqiptarët e Taravarit gomë rezerve BDI-s? Pyetjen e parashtoj duke bazuar në akuzat që i bëri sot Mexhiti, duke thënë se nuk ai direkt Mexhiti tha këtë, duke thënë madje se Taravari nuk din se çfarë flet, duke folur për atë se ASH-ja kërkon bashkëpunim nga të gjitha partitë për kandidatët për kryetar. Në këtë rast, unë përsëri do të lidhem me periudhën para një viti. Më thonë, atëherë për atë edhe po habitem edhe me qëndrimin e partive brenda Vlenit. Atëherë kishin shumë kohë për të na pritur që ne të vendosim të bashkohemi dhe për ta formuar koalicionin Vlen. Sot pa prit mas me njerë të nesërmi dalin me qëndrim dhe por në përjashtojnë nga ki koalicion për të cilën votuan 107.000 shqiptarë. Në asnjë mënyrë nuk mendoj se Aleanca për Shqiptarët të është gomë rezerve ndonjë partie, të paktën kjo parti ka dëshmu konsistencën e vetë, edhe në qoftë se merrni për politika kritikuese ndaj paregullësive të cilet i ka bërë BDI-ja kur ka qenë qeveri, Aleanca për Shqiptarët çdo herë ka qenë në betejën e parë. Kështu që këto akuza realisht nuk pinë ujë, ne jemi të vendosur për të instaluar parime të reja. Këto janë zgjedhje komunale dhe vendimi jonë është i qartë. Duam të rrisim konkurencën brenda partijake. Çfarë u diskutua mbrëm në mbledhjen e kryesisë për kandidatët, për shkak se mbrëm nuk u tha konkretisht asgjë. Do të kërkoni mbështetje edhe nga BDI-ja për kandidatët për kryetar? Ajo pjesë sinqerisht nuk u diskutua. Temë kryesore. Cili është qëndrimi i partisë për këtë çështje? Temë kryesore ishte analiza e situatës dhe qasja jonë, qasja e partnerëve partive të Vlenit ndaj neve, pasi që shqetësuese ishte edhe fakti se ato për na përcjellin një ofertë në moment që ne mbajmë kuvendin, një orë para kuvendit, edhe në një farë mënyre si ultimatum, mere apo leje. Ky nuk është formë të cilën ne duam të funksionojmë dhe për atë ishte papranueshme edhe për anëtarët e kryesisë edhe për kryetarët e degëve. Forma, vendosja, përcaktimi i kandidatëve për kryetar komune sigurisht që mbahet në kuvendet e partive. Sigurisht ka ndonjë qendrim aleanca për shqiptarët se do të kërkojnë ndonjë bashkëpunim nga BDI? Ne kemi thonë, tani për tani ne do dalim me lista të veçanta. Për kryetar komunësh, tash pas qëndrimit të sotëm të partive të koalicionit Vlen, ne sigurisht që përsëri duhet ta thirrim kryesin, po edhe kryetarët e degëve për të marrë një vendim se pra nuk janë mbyllur derën edhe bashkëpunimit me BDI. Po nuk është mbyllje apo hapje dere. Realisht ne qëndrimet i bazojmë në shumicë apo në vendimmarrje me konsenzus ku shumica mbisundon. Edhe një çështje tjetër, ndarja dhe përcaktimi i kandidatëve.
qoftë edhe sikur të ishte koalicioni vlen, tani pasi që na kanë përjashtuar, nuk është e shëndetshme të ndodhë vetëm nga 4 kryetarë të partive. Dhe ato nga një zyre të caktojnë kandidatët në komuna ku gravitojnë shqiptarët. Ne besojmë se ky është një proces i cili duhet të rrjedh natyrshëm dhe të dalë nga vullneti brenda aktivistëve dhe qytetarëve. Për atë sondazhet besuam dhe besojmë se janë një metodë e mirë për të implementuar. Përmendet sondazhet, kohën e fundit edhe Taravari ka përmendur disa herë këto anketa, sondazhe. Kush i ka bërë, ku janë këto sondazhe, nuk janë bërë publike, sigurisht opinioni dëshiron të di diçka më tepër rreth këtyre sondazheve. Për çfarë sondazhe bëhet fjalë? Brenda vlenit, brenda partive, sondazh i përgjithshëm? Ky është propozim për të realizuar sondazh për kandidatët e mundshëm. Mirë, po pas deklarimeve të sotme, vrem që aty nuk keni realizuar deri tani sondazh për shkak se ka pasur disa sondazhe. Sondazh të brendshëm realizon çdo parti, edhe ne si parti kemi realizuar sondazhe të brendshme në bazë mujore. Kemi thonë edhe publikisht, kryetari ka thonë, fatmirësisht ne gëzojmë një mbështetje të aktivistëve krahas subjekteve tjera, por kjo është për matjen tonë të brendshme. Nuk është diçka të cilën ne duam ta përçojmë në opinion, pasi që në zgjedhjet komunale me veçanti nuk është vetëm subjekti i cili ta sjell fitoren, por ne besojmë kandidati, programi, ekipa që ai e bën me këshilltarët që nesër do të udhëheqin. Zotëri Ramadani, Taravari disa herë ka thënë se ka pasur një kontakt me kreun e BDI-s Ali Ahmeti, posa ti shtrëngim duar që kishte para presidentit shqiptar, në të cilën e shoqëruat edhe ju zotëri Taravarin, a ka pasur ndonjë takim kokë më kokë Ahmeti me Taravarin? Unë pas informacioneve që i kam, kryetari ka realizuar një bisedë telefonike, takim kokë më kokë nuk ka pasur. Nëse i apostrofojnë takimit, ajo ishte një ftesë nga presidenti Begaj, kur u kthye nga Bullgaria dhe u ndal në Shkup. Unë isha bashkë me kryetarin dhe ne ishim të parët në takim. Pas një orësh aty erdhën edhe zotëri Ali Ahmeti me zotëri Bujar Osmanin dhe normal kultura politike shqiptare ka që ta përshëndetësh, pa marrë parasysh ai kundërshtar politik, duhet ta përshëndetësh kolegun i cili apo kryetarin në ndonjë partie pa marrë parasysh ngjyrave politike. Kjo mendoj është kulturë politike shqiptare e cila ka qenë edhe duhet të vazhdojnë të ardhmen. Po kjo që po ndodh tash prej mbrëmë dhe sot mund të shty Taravarin drejt një takimi kokë më kokë me Ahmetin ndoshta për të definuar një bashkëpunim të mundshëm? Unë se e njoh kryetarin, doktor Taravarin, besoj që çdo vendim të tij do ta bazoj në mendimet dhe konsultat me anëtarët e kryesisë, po edhe me kryetarët e degëve. Pasi që thash edhe në fillim, ne si subjekt e kemi bërë të zakonshme në bazë mujore të realizojmë takime dhe vendime të rëndësishme për subjektin tonë, e veçanti për shqiptarët, pa cili që thirremi që i mbrojmë interesat e shqiptarëve, është që të merren me konsenzus dhe jo në mënyrë të njëanshme. Ashoja dhe Vlen ndan rrugët, por cili do të jetë fati Vlenit në qeveri? Është një temë për cilën duhet të diskutojmë. Nuk është që pjesëmarrja, ne jemi pjesë e qeverisë. Besoj sigurisht se në mbledhje është ngritur edhe kjo çështje, pasi keni marrë një vendim të tillë, keni pritur edhe reagime të tilla dhe ndoshta edhe kjo çështje është diskutuar se çka më tej, si do të veproni, do të jeni pjesë e qeverisë akoma? Sinqerisht është diskutuar, ka pasur mendime pro edhe kundër, mirë po pa vendim final, pasi që e lam atë temë ta konsumojmë, pasi të shohim reagimin e partive. Po çka nëse Mickoski nuk pret që ju të mblidheni si kryesi, çka nëse ai ju përjashton? Është e drejtë e tij. Por ne nuk është ndonjë shqetësim apo tragjedi e madhe, ne e keni të freskët memorien edhe qytetarët kur pikërisht para një viti unë bashkë me shokët e mi lam pozitat qeveritare dhe dulem në pozitë bashkë me këtë parti të koalicionit për ta sjellë ndryshimin. Kështu që nuk është që na luan rol a jemi në pozitë apo në pozitë, më shumë të na luan rol të gjejmë modus si të mbrojmë interesat e shqiptarëve. Zotëri Ramadani, mbrëm para mbledhjes së kryesisë tha se në politik gjithçka është e mundur. Kur ju pyetën gazetarët se a është i mundur një ribashkim i aleancës për shqiptarët? Po citoj thjesht e thash, politika është art i së mundshmes. Edhe ajo situatë është e freskët, ne deri para një viti ishim bashkë,
Edhe kryetari e tha mbrëm, më thonë, Aleanca për Shqiptarët është shtëpi e madhe dhe janë të mirëseardhur, e në veçanti ato për cilët deri para një viti kemi qenë bashkë dhe kemi luftu për njëjtën kauz. Tash pyetja është, ata janë të mirëseardhur apo ju? Realisht është subjekti... është çështja edhe në gjyqësor, çështja e vulave. Në qoftë se e konsideron subjektin politik si shtëpi, unë mendoj që nuk duhet të presish as ftesë, as leje, po duhet vish. Sigurisht, për shkak se është i freskët ajo ndarje, ura komunikimi keni mes jush. Unë çdo herë kam pasur, kam përshëndetur çdo ish bashkëpartijak në çdo takim që e kam takuar. Paktën e kam edhe prej kulturës. Nuk përjashton mundësinë që Sela dhe Taravarit të ribashkohen. Është një situatë për cilën presim të shohim rrethanat se si do të... Po përsëri po e them, edhe në ndarjen tonë nuk ishte diçka spektakulare, nuk ishte asnjë gjë jashtë normales përveç kritikave, nuk ishte thyerje xhamash dhe shtabesh, por kishte një ndarje miqësore, normal me kritika. Vetëm para gjysore, zotri Zjedin Sela në një postim në Facebook ka shkruar pastërtia dhe sinqeriteti, paqe me të kaluarën, shtek për të ardhmen. Ja po e shohim. Mesazh i mirë realisht. Zotri Ramadan, jemi fare në fund, më intereson vetëm një mendim, një vit pas ndarjes, tani kur po ndodhin gjithë këto zhvillime. Para një viti, a kishte të drejtë Zjedin Sela? Në çfarë aspekt? Për qëndrimet e tij për ndarjen e partisë. Tani kur po zhvillon gjithë këto ngjarje brenda Aleancës për Shqiptarët, si e shihni ju një vit më pas? A kishte të drejtë Zjedin Sela kur apelonte që mos ndodhje? Në këtë aspekt unë përsëri mendoj që ne kishim të drejtë, pasi që ishte shëndetshme t'ja mundsojsh votuesit shqiptar pas 22 vitesh një rotacion politik. Çdo ndryshim në politikë është vlerë për demokracinë dhe këtë e mundsuam duke qenë bashkë në koalicionin Vlen. Për atë i kërkoj edhe qytetarëve dhe votuesve të analizojnë atë situatë dhe këtë situatë edhe të analizojnë faktin se a mund të vetë përjashtohemi apo po na largon dikush. Zotri Ramadani, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për mundësinë, ishte kënaqësi.